Përshëndetje, sot kam vendosur me përgatit salcë me domate. Vazhdojmë dhe i përgatisim. Mas pari domatet, pra i ndojmë kështu në mes, pra duke ja bërë një plus. Kështu më letë edhe kena me e bo procesin e heqjes së lëvorës së domates. Nëse ne i ndojmë domatet ose veç në mes, ose nga një plus kështu në mes, atëhere domatet kur do të piqen, mandej shumë lehtë do t'ju hiqet lëvorja. Krejt domatet në të njëjtën mënyrë. Kam përdor këtu domate pak më të trasha dhe më të mëdhaja, shpresojmë që do na dale edhe salcë pak më shumë. Pasi që kena përfundu, vazhdojmë edhe domatet i shtim në furrë edhe i pjekim në temperaturë 220 gradë për afërsisht një 30 minuta, edhe do t'i kemi gati. Pasi që të janë pikur kështu, edhe i kam lanë me uftof, po e shikoni që shumë lehtë po ju hiqet lëvorja. Pra ne vetëm se po ja lehtësojmë pak punën vetit, pra në fakt kjo metodë ju ndihmon dhe ju lehtëson shumë punën. Pasi t'ja heqim lëvorët, pra i shtrydhim pak kështu, edhe ju dalin edhe farat, ju del lëngu, pra ujin, sepse ju e dini që domatet janë të mbushura me lëng, pra me ujë, edhe farat në të njëjtën kohë do t'ju bien së bashku me lëngun. Mandej do t'i largojna, pra do t'i vendosim në një enë, pra këtu anash, që i la gjithashtu me ukullu edhe pak, derisa të përfundoj deri me krejt domatet që i kam këtu në tepsi, për afërsisht pra unë për këtë recetë po përdori dikon 5 kg ose 6 kg domate. Pra, afërsisht 6 kg domate, nuk ka rëndësi se sa kilogram keni me i përdor, mjafton vetëm të keni domate sepse kjo recetë është tepër e thjeshtë në përgatitje. Shikone, krejt farat po i bien. Duke i shtrydhur edhe farat edhe lëngu edhe domatja ngelet e pastër. Mund t'i mbej se ndoshta 2-3 fara, por kjo nuk është problem. Pasi kena përfundu me krejt domatet kena me i vendos në blender edhe kena me i blujt nga pak derisa të përfundojmë. Ju po e shikoni që nga një tepsi e madhe me domate kam mbetur vetëm këto domatet këtu. Por që mos mendoni që janë pak, sepse tash vërtet do ta shikojmë se do të mbushet një tenxhere me domate. Do t'i bluaj me blender krejt domatet. Shikojmë, edhe tash po e shikoni që ujë kanë pak, edhe kjo ndihmon shumë pastaj, kur do të bëjmë edhe zierjen e salcës, shumë shpejt salca do të na zihet. E transferojmë në një tenxhere, edhe kështu vazhdojmë me krejt domatet që i kam këtu. Në të njëjtën mënyrë, duke i blenduar edhe krejt në fund, mandej vazhdojmë edhe i zim. Unë po vazhdoj edhe kështu, pra derisa të përfundoj me krejt domatet. Po e shikoni që vërtet po bëhet një salcë tepër e mirë, ka pak fara edhe sigurisht bëhet shumë e shishme. Pasi që kam përfundu me krejt domatet edhe krejt i kam vendosur në tenxhere, tash vazhdojmë edhe domatet do t'i ziejmë edhe për pak minuta. Vazhdojmë edhe tek domatet hedhim 2 lugë të mesme me kryp. Mandej shtojmë sheqer, 3 lugë të mesme me sheqer. Sheqeri shtojmë pak më shumë për shkak se domatet e kanë thartësinë, prandaj edhe duhet të krijojmë një stabilitet në mes të domateve, pra thartirës edhe krypës sheqerit krejt bashk, pra gjithmonë një lugë më tepër sheqer se sa kryp, edhe vaj 1 gotë të çajit, pra 120 ml për këtë recetë. Vazhdojmë tash i përzim edhe në qoftë se keni një blender të dorës, mund të vazhdoni edhe ta blendoni edhe me blender të dorës që salcën ta bëjmë pak më të hollë. Nëse keni në shtëpi, nëse qoftë se s'keni, nuk prish punë, pra veç vazhdoni edhe e zini salcën, edhe shumë shpejt keni me pa që keni me pas gati. Unë po ja bëj kështu për një 5 minuta me blender, pak
me hollu, po e shikoni që u hollu pak salca, edhe po e la që tash që të zihet. Do ta la me u zi kështu, prapërsisht për 1 orë, por në temperaturë minimale. Po e shikoni që i kam vendosur edhe kapak, për shkak se du me u zi ngadal salca edhe mos me spërkat shporetin. Pra, e zini në temperaturë të ngadalt, minimale, në shpejtësinë e dytë ose të parën, ju do ta shikoni, sepse salca gjithmonë e ka atë aftësinë për me spërkat vendin kudo rreth, por që i vendoni kapakun edhe nuk keni nevojë me u mërzit. Ko pas kohe keni me përzi, mos ju ngjitet, edhe pas 1 ore e keni gati. Pasi që salca të zihet, nuk e lajmë të ftohet. Edhe salcën e kemi gati, është e nxehtë, është zi, po e shikoni që i ka ra vëllimi pak, edhe tash vazhdojmë i mbushim kavanozat. Kavanozat që po përdori janë këto të vegjël, është mirë me përdor kavanozat të vegjël kur përdorni salcë, kur jeni pak persona në shtëpi. Kështu kur e qelni kavanozin, pra e keni gjithmonë të freskët, e përdorni, pra e harxhoni qatë, edhe pjesa tjetër nuk ju mbetet. Por kavanozat e mëdha gjithmonë do ju mbetet pak, edhe kjo duhet me pas parasysh që pastaj duhet pas hapjes ta leni në frigorifer, që mos t'ju prishet. Edhe salcën me domate e kemi gati, tash kështu me njëherë të nxehtë, po e hedhim në për kavanoza. Kavanozat e dini që duhet gjithmonë t'i pastroni mirë, t'i sterilizoni. Në fond me njëherë nuk i lajmë me uftof, ja vendosim kapakët, i kthejna përmbës që procesi i vakumimit të kryhet sa më shpejt, edhe i mbulojmë pastaj me diçka të trashë që ta mbajnë ngrohtësinë, deri në mëngjes, mandej do t'i kontrollojna. Pra, i mbyllim me kapak me njëherë, i kena kthy përmbës, i mbulojmë edhe i lajmë deri të nesërmen. Të nesërmen i kontrolloni, a janë vakumu ose jo. Tash po e shikoj a janë vakumu kavanozët, edhe mund ta vreni që këtu kavanozët po shikohen që janë vakumu, dhe kështu salca nuk ju prishet, ju qëndron deri në 1 vit edhe më shumë, po ta mbani diku në një vend të errët dhe të freskët. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Mirëmbëjtje.